Këto vitamina P e helmojnë këmbët, e si konsumoni për kujdes e vërteta që askush nuk ju a thot për vitaminat për vite me radhë na shtën se vitaminat janë zgjidhja për gjithçka. Lodhjen, dhimbjet, moshën, plakjen, madje edhe stresin. Farmacit janë mbushur me suplemente shumë ngjyrëshe, reklamat premtojnë energji, forcë, kocka të forta dhe nerva të shëndetshëm. Por ajo që nuk thuhet është kjo. Disa vitamina, kur merren gabim, po dëmtojnë seriozisht këmbët e mira njerëzve. Mjekët po përballen çdo vit me raste në rritje të pacientëve që ankohen për mpirje të këmbëve, djegje dhe shpime si gjilpëradop, si gjatësieslodhje ekstreme të pulpave, humbje ekuilibri dhe në shumë prej këtyre rasteve, fajtori nuk është sëmundja, por vitaminat. E marra pa kriter. Pse këmbët preken të parat? Këmbët kanë nervat më të gjatë në trupin e njeriut. Kjo i bën ato më të ndjeshme ndaj dëmtimeve toksike, veçanërisht nga vitamina në doza të larta. Suplemente të kombinuara gabimpërdori afatgjat pa analiza. Nervat e këmbëve janë të parë që dorëzohen kur trupi helmohet ngadalë. Prandaj simptomat e para nuk shfaqen në zemër apo tru, por në shputat e këmbëve, ngishtërinë, pulp dhe kofsh. Gabimi fatal që bëjnë shumica e njerëzve. Shumë persona mendojnë, janë vitamina, çfarë të keqe mund të bëjnë. Kjo ide është jashtëzakonisht e rrezikshme. E vërteta është se vitaminat janë substanca aktive biologjike. Disa prej tyre grumbullohen në trupteprica e tyre, veprojnë si helm nervor, sidomos pas moshës 40-60 vjeç. Metabolizmi ngadalësohet dhe trupi nuk i eliminon më si më parë. Çfarë ndodh brenda trupit? Kur një vitamin merret, pa nevojë reale dozë të lartë për muaj apo vite, ajo fillon të dëmtojë mbështjellësen e nervave, prish sinjalet nervore, bllokoj qarkullimin normal të gjakut. Rezultati: këmbë që nuk reagojnë normalisht, dhimbje pa shkak të dukshëm, frikë nga ecja e gjatë. Shenjat e para që duhen injoruar se po merrni vitamina dhe ndjeni mpirje që shfaqet e duke djegje në shputakëmbë të rënda në mëngjesdopsi, në ngjitje shkallësh, ndaloni DH, kontrolloni. Këto janë sinjale paralajmëruese, jo lodhje normale. Këto vitamina P e helmojnë këmbët. Vitamina B6, shkatëruesja e heshtur e nervave të këmbëve. Vitamina B6, piridoksina, është ndoshta vitamina më e keq kuptuar sot. Ajo rekomandohet për nerva, stresin, lodhjen, energjinë, për mirësimin e humorit, por ajo që nuk u thuhet njerëzve është kjo e vërtet tronditëse. Vitamina B6 kur merret në tepric është neurotoksike dhe dëmin e bën kryesisht në këmbë. Pse B6 është kaq e rrezikshme? Ndryshe nga vitaminat e tjera të grupit B, B6 nuk eliminohet shpejt nga trupi kur merret në sasi të larta. Kur të i kalohet nevoja ditore, ajo grumbullohet në sistemin nervor, dëmton nervat periferik, prish sinjale që shkojnë drejt këmbëve. Rezultati është një gjendje e quajtur neuropati periferike. Shenjat klasike të dëmtimit nga vitamina B6: shumë persona shkojnë te mjeku dhe ankohen për mpirje të gishtërinjve të këmbëve, shpime si gjilpëradjegje në shputandjesi, sikurecin mbi pambukumbje, ekuilibri në shumicën e rasteve. Analiza dhe rezonanca dalin në rregull, por askush nuk pyet për vitaminat. Ku shihet vitamina B6? Gabimi më i madh është se B6 nuk merret vetëm nga një burim. Ajo gjendet në multivitamina, suplemente për nerva, produkte për stres, produkte për gjumpije energjike, suplemente për sport. Shumë njerëz marrin 3-4 produkte njëkohësisht, pa e kuptuar se po e helmojnë veten ngadalë. Sa është shumë? Nevoja ditore reale për B6 është rreth 1-3-1-7 ag në ditë, por suplementet shpesh përmbajnë 25 ag, 50 ag, 100 ag. Dëmtimi nervor është dokumentuar edhe me doza 10-20 herë më të larta se norma të marra për disa muaj. Pse këmbët preken të parat? Nervat që shkojnë në këmbë janë më të gjatëm, delikatëm, të ndjeshëm ndaj toksicitetit, prandaj dëmi shfaqet fillimisht në shputa, në gishtërinë, në pulpë. Shumë njerëz e ngatërojnë këtë me diabet, qarkullim të dobët, moshën, por fajtori është vitamina. Gabimi që e përkeqëson situatën kur ndihen mpirje ose djegje. Shumë njerëz rrisin dozën e vitaminave për nervat. Kjo është gabimi më i madh. Sa më shumë B6, aq më shumë dëmtim nervor. Në disa raste edhe pas ndërprerjes. Simptomat zgjasin muaj, dëmi mund të jeti përhershëm. Çfarë duhet të bëni menjëherë? Nëse po merrni B6 dhe keni simptoma, ndërpriteni suplementin, kontrolloni të gjitha produktet që merrni, konsultohuni me mjek për analizë, mos e rifilloni pa udhëzim profesional. Këto vitamina P e helmojnë këmbët. Vitamina A grumbullohet në trup dhe dëmton muskujt e këmbëve. Vitamina A konsiderohet si vitamina e shikimit, e imunitetit dhe lëkurës. Shumë njerëz e marrin pa frikë, duke menduar se po mbrojnë shëndetin, por e vërteta mjekësore është alarmante. Vitamina A është një nga vitaminat më toksike kur merret në tepric. Ndryshe nga vitamina që treten në ujë, vitamina A grumbullohet në trup, veçanërisht në mëlçi dhe inde, dhe me kalimin e kohës fillon të dëmtojë muskujt dhe nervat, sidomos në këmbë. Pse vitamina A është kaq e rrezikshme? Vitamina A është vitaminë e tretshme në yndyrë, që do të thotë trupi nuk e nxjerr
Le të depozitohet për muaj apo vite, çdo dozë tepër shtohet mbi të mëparshmen. Kjo e bën atë një helm të ngadalshëm, sidomos te persona që marrin multivitamina çdo ditë. Si dëmton vitamina A këmbët? Kur vitamina A grumbullohet, shkakton inflamacion të muskujve, dëmton fijet muskulore, prish funksionin normal të nervave. Rezultati shfaqet kryesisht në kofshëpull për muskujt të këmbëve. Shenja tipike të toksicitetit nga vitamina A: shumë persona përjetojnë dhimbje të vazhdueshme muskuj dobësi gjatë, ecjeslodhje të shpejtë të këmbëvendje si rëndëse, dhimbje që përkeqësohen natën. Këto simptoma shpesh ngatërohen me reumatizëm ose mungesë aktiviteti, por shkaku i vërtetë është vitamina. Ku e marrim pa e kuptuar vitaminën A? Gabimi kryesor është kombinimi i burimeve. Vitamina A gjendet në multivitamina, suplemente për imunitetin, produkte për lëkurën, suplemente për sytë, ushqime të pasura si mëlçia. Kur këto kombinohen, doza ditore kalon kufirin e sigurisë. Sa është shumë? Nevoja ditore rreth 700-900 mikrogram, por shumë suplemente përmbajnë 1500-3000 mikrogram. Përdorimi përditshëm për disa muaj është i mjaftueshëm për të shkaktuar dëme. Kush rrezikohet më shumë? Rreziku rritet ndjeshëm te personat mbi 50 vjeç, ata që kanë probleme me mëlçin, persona që marrin shumë suplemente, ata që konsumojnë shpesh mëlçi. Gabimi i rrezikshëm: shumë njerëz, kur ndjen lodhje apo dhimbje, rrisin dozën e vitaminave. Kjo e përkeqëson toksicitetin dhe përshpejton dëmtimin muskulor. Çfarë duhet të bëni nëse dyshoni për tepric? Ndërprisni suplementet me vitamina, kontrolloni multivitaminat, konsultohuni me mjek, mos i rifilloni pa analizë. Këto vitamina P e helmojnë këmbët. Vitamina D e domosdoshme për kockat, por e rrezikshme për këmbët kur merret pa analizë. Vitamina D është bërë një nga vitaminat më të përdorura vitet e fundit. Mjek, farmacist, reklama dhe rrjete sociale e rekomandojnë si zgjidhje për gjithçka: imunitet, kocka, lodhje, dhimbje, madje edhe humor. Por ajo që shumë pak njerëz e dinë është kjo: vitamina D, kur merret pa kontroll dhe në doza të larta, mund të dëmtojë seriozisht muskujt dhe kockat e këmbëve. Pse vitamina D bëhet e rrezikshme? Vitamina D është vitaminë e tretshme në yndyrë, që do të thotë nuk eliminohet shpejt nga trupi, grumbullohet me kalimin e kohës. Çdo dozë e tepërt shtohet mbi të mëparshmen. Kur merret pa analizë gjaku, rreziku i mbidozës rritet ndjeshëm. Si ndikon vitamina D në këmbë? Teprica e vitaminës D shkakton rritje të kalciumit në gjak, depozitimin e kalciumit në inde të butangurtësim të muskujve dhe tendinave. Kjo shfaqet kryesisht në kofshëpull, gjunjë, shputa. Shenjat alarmuese në këmbë: shumë persona raportojnë dhimbje të forta kockore, krampa të shpeshta në këmbëngurtësim gjatë ecjeslodhje të shpejt muskulore, dhimbje gjatë natës. Këto simptoma shpesh ngatërohen me mungesë magnezi, reumatizëm ose por në shumë raste shkaku është teprica e vitaminës D. Doza që po keq përdore. Nevoja ditore reale është zakonisht 800-1000 ju për shumicën e të rriturve, por shumë njerëz marrin 4000 ju çdo ditë, 5000, 10.000 ju për muaj të tërë pa analizë gjaku. Kjo është shumë e rrezikshme. Kush është më i rrezikuar? Rreziku rritet te personat mbi 50-60 vjeç, ata që marrin kalcium njëkohësisht, personat me probleme të veshkave, ata që marrin multivitamina. Gabimi fatal që bëjnë shumë njerëz kur ndjen dhimbje kockash apo muskujsh: shumë persona rrisin dozën e vitaminës D. Kjo vetëm sa rrit kalciumin në gjak, përkeqëson dhimbje, shton dëmtimin muskulor. Çfarë duhet bërë me vitaminën D? Analizë gjaku para përdorimit, dozë e përshtatur individualisht, kontroll periodik, mos e kombinoni pa këshill me kalcium. Së përfundim, vitaminat E K janë të pafajshme. Këmbët paguajnë çmimin pas gjithë këtyre fakteve. Një gjë është e qartë dhe nuk duhet anashkaluar më: vitamina e gabuar në dozën e gabuar për kohën e gabuar mund të veprojë si helm i ngadalshëm për këmbët tuaja. Mpirja, djegja, dhimbja, dobësia, humbja e forcës apo ekuilibrit nuk janë gjithmonë shenja të moshës. Shumë shpesh ato janë pasojë direkte e suplementeve të marra pa kriter. Gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit: marrin vitamina pa analiza gjaku, kombinojnë disa suplemente njëkohësisht, i përdorin për muaj apo vite pa kontroll, besojnë verbërisht farmacistin ose reklamë, mendojnë se natyrale e sigurt. Këto gabime po çojnë mira njerëz drejt dëmtimeve nervore dhe muskulore të këmbëve, shpesh të pakthyeshme. Pse këmbët janë viktimat e para? Sepse nervat e këmbëve janë më të gjatë, janë më të ndjeshëm ndaj toksiciteti. Qarkullimi i gjakut ndikohet më shpejt, prandaj trupi flet fillimisht përmes shputave, gishtërinjve, pulpave, kofshëve. Ignorimi i këtyre shenjave është gabim serioz. Çfarë duhet të bëni që seta mos merrni vitamina pa arsye mjekësore? Bëni analiza gjaku para dhe gjatë përdorimit. Lexoni përbërjen e çdo suplementi. Mos kombinoni vitamina pa këshill profesionale. Çdo mpirje apo djegje alarm
Mesazhi final: vitaminat nuk janë karamele teprica, është po aq e rrezikshme sa mungesa këmbët nuk ankohen kot, trupi gjithmonë paralajmëron. Çështja është ai dëgjonin se ky artikull ju hapi syt, ndahet. Dikujt tjetër mund t'i shpëtoj këmbët ose shëndeti.